kanë për qëllim të sigurojnë shprehjen demokratike dhe të pavarur të vullnetit të deputetëve në linjë me Neni 74 Kushtetutës, që janë detyrat e deputetit i cili duhet të veprojë dhe të votojë në interes të shtetit. Fiks që lexova, veç interpretimi juve gabim. Këtu po flasim për seancën konstituive. Gjykata kushtetuese. Po kishte qenë ashtu gjykata kushtetuese, kështu thënë, në seancën konstituive nuk vlen format e votimit, format e ndryshme. Jo, gjykata kushtetuese ka sqaruar shumë mirë, cilat janë format e votimit. Ato format votimit kanë mujt më u caktu në takimin e ish-kryetarit të kuvendit, dhe njerë po them, me përfaqësues të partive politike, edhe më u fut në rendite. Jo kanë mujt që nuk parashit, është mekanizmi i brendshëm i kuvendit. A marrim një arbitër, a i referohemi pak shoqërisë civile? Se që dytë kene shoqërinë civile. Hajde i referohemi... Shoqërinë civile cilës parti? Jo, ka shoqërinë civile. Unë besoj që shoqëria civile në Kosovë ka shoqëri civile, ka organizata me shumë respekt. Një nga ato që pas një diskutim edhe pa ekuivok e gëzon edhe respektin dhe mbështetjen është Instituti Demokratik i Kosovës, që është i thirrur për të monitoruar punën në kuvendin e Kosovës.